يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, atë falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Normal këtu poshtë jemi duke folur tani që kemi ndryshuar pak temën për xhumos së kaluar, jemi duke folur rreth dispozitave të Ramazanit. Me që na nuin në Ramazanit, të flasim rreth dispozitave të Ramazanit. Sikur që kena përmen në derset e kaluara, që është edhe vitin e kaluar, po edhe pak në herën e kaluar që falum këtu, kur fillan muaj Ramazanit, që kena pas përmen, jo muaj Ramazanit do të më shku me hanë, e sene që i përmendëm ato, pastaj, qka e përish, ato qka nuk e prish, mendohet se e prish, por ato nuk e prishin, që kena pas përmen në dersat e kaluara. Për shembull, na është me qitë pika në sy, kena përmen që nuk e prishin edhe me qitë pika në sy, ka kutë syri, të punu, ka hi plohën e sene, mi po është agjerushme që do pika në sy, nuk ja prish agjerimin, edhe sene tjera që kena pas përmen. Ndërsa, herën e kaluar, falëm këtu, që kryesorja, nishi në çështje të agjerimit është mos me ngran, mos me pi, edhe më u largu prej marrëdhënieve me bashkëshortën, prej mëngjesit deri në mbrëmje. Tani besa kanë pas përmend edhe herave të tjera që prej mëngjesit në mbrëmje ose kur t'janë nis çat ditë me agjeru, duhesh me bë njet, sipas shumicës e dietarëve për çdo natë, duhet me bë njet. Nëse se bën njet, heq si kime agjeru, ose s'tu ka asil në kry heq, atëherë nuk pranohet që ajo ditë. Nuk mjafton, e këna pas përmen që nuk mjafton veç një herë me bon njetë në fillim të Ramazanit edhe mu asë një herë. Se çdo ditë është ibadet në veti. Apo, sikur për shembull, ti nëse prish një ditë të muajit të Ramazanit, nuk do të thotë që ke prish këtë muajin, po ke prish veç një ditë. Kështu që çdo njëri do të njet në vete. E pa ta përmend një që elbette nëse rastis për shembull që njëri e ka marrë gjumë është lodh, për shembull, si miki, është lodh të punu edhe tash ka në shtëpi, ty prit për në hangër iftarin, po që e murë gjumi hale pa hiku a iftarit. E murë gjumi, po që i lodhër ka qenë, sa që mos si ka dollë gjumi vetëm se ka flenë gjithë natën, nëse ka ikë edhe jacia, edhe akshomi, vetëm se kur i ka hi koha sabohet. Kur i ka hi koha sabohet, trak, se pas në folë akshomi, se pas në folë jacin, por iftarë se pas në pas sëfër, por as njetë se pas në bon, kërë që nuk ka atë ditë agjerim për të. Hajde me kim. Nuk ka agjerim për të, me bo njetë, pa tjetër. Shikë me pas përmen me herët, kthehemi në temën që e lam herën e kaluar. Për i të mirave, për i suneteve të agjerimit, është të agjili l'iftar, me shpejtu iftarin. Nuk është për i sunetit, me thonë i hini koha iftarit, hajtë se koko, edhe të e ki që të ujin ofër, që të e ki hurma të ki ofër, që të ki ushimin për të elen. Ndodhë për atyne që vinë për shumë me falë akshamin. A thire zani, por aj nuk e prish. I ka hurma në për gjamia plët Kosovës, e ka hurma të ato edhe ujin edhe krejt, pa aj si a prish të të hajtë se ku që kejnë shpe. Që kjo vënesa nuk është për i sunetit. Si tipit mundësia, rasti par i hinkoha, me njëherë me prish, me njëherë me janis me na i hurme, edhe në dishka të ngjashme se ujë. E jo me vënu. Pra jo me vënu iftarin, sikur që ndodh ka njëherë me vënu për e disa njerëzve. Argument për qëta,
një hadith që sjell edhe Buhariu edhe Imam Muslimi që vjen për Abdullah ibn Abi Aufa që thotë se ishme njëherë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një udhtim. Edhe u afru diellin perëndim. U afru dielli, u zhduk. Edhe më thonë si të zhduket dielli. Zhduket nuk shifet, u iftari. Edhe u zhduk. Kur sa po u zhduk më njëherë, ose në qasët e fundit bile ishte krejt, kur i tha pejgamberi alayhis salam, i tha, a ka në kush prej burrave këtu? Ishmi tha me njotim. A ka në kush prej burrave që e përzin pak, e këshim pas një kufe të madhe, ka zana që mi thonë, tengjere, një tengjere të madhe me ushqim. Por pas ka pos nevoj me qitë me nxe, edhe na me një luk të madhe, në që përzin e ka një tru. Edhe ata këshim pos me veti, po të prit ata deri sa të përfunda mirë, e djeli, e deri sa ta një të falen, e kata sahabët, si ka është duk me njëherë, pejgamberi tha, a ka dikush që e përzin atë tengjeren për me hongër buk? Ata njoni prej sahabive tha, o i dërgumi Zotit, tha po, a nuk përpresmi edhe pak, mi në të zhduket krejt edhe rrezet edhe në të vanujnë edhe pak. Pejgamberi tha, a ka në kush, ja përseritit, a ka në kush që e përzin tengjeren, me atë duke në modhe, a ka në kush që e përzin të në banë gati ushqimin. Ata i thanë, deri se kur e përsëriti 3 herë, ata u qunë njën, i tha, hajde pare koftë, janë nisi për përzim për banë gati iftarin. Pejgamberi asëm tha, idha ra'aytumul lejle, qad aqbala min hahuna, fa qad aftara as-saim. Tha, kur ta vëreni o ju njerëz, tha, pejgamberi asëm, shuk vetë, tha, me këto i drejtuhet, umetit krejt. Kur ta vëreni, tha që humbi dielli, tha, erdhë koha, duhet të, ose është e nevojshme kërkohet që agjeruesi me prish. Me ngronë dhe shka, se me pi diçka. Si të humbët, a mos e pritni me qku shumë largë. Nga që kje pra mëseni, që si t'i hin kuha. E këva dhe këta të më shumë janë, kom pak në qitë pikë, që e presi me dakika. Në vrej, më shumë, këta kënë modë dhe kënë mbështetje. Me dakika e presin, trak, ata të notë me dakika, qa që këmë posë kapacitetet, nëse nuk këmë posë, se edhe me këshyri punën e djelit, nështë ka dhe procedura pak ma shumë, por e këmë këshyri me dakika, ta kihini tak, janë isë me ngronë. Edhe me regullë është kështu, si të humbe djelit, si të hinë koha, si pas islamit, me njëherë janë isë me ngronë iftarin, kjo është sunet. Pastaj, prej sunetit është, prej të mirave, ti si agjerues, haji, është edhe prej të mirave që mja nisë me najhurm. Mja nisë me prish me najhurm. Me hurma. Njëherë me hurma, bojnë men. Edhe, mas mirë të është se pejgamberi që është e ka nisë. Ndërsa, jo mja nisë për shamo të ato e ki një ëmbëlsirë, ato e ki do një gjellë të mija ka morë, ju ka tërë borki e sene një gjellë, a gjisë, ju po në i kujtë, edhe tash me janis me njëherë shpejt, ju. As me supa, nuk hena për të ajo, vetëm se më mira është me janis me hurë me agji. Por, që njoni, si ka shku mendja, me ble hurma për iftar. E por, ajo dyta ka mundësi, e ka haru kërejt. E treta se ka mësua, shpia vesë është mësu kështu me hurme, nëse s'ka hurma me nis, e nisni me uj apet. Jo me ushimet e tjera me njëherë. Tha pejgamberi alejhi, ose një hadith që vjen për Enesit, që Shekul Albani ka thonë është i mirë, ka të smetu, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe të tjera, Ibn Hajeri ka thonë është i mirë, për këtë hadith që po e flasë, tha Enesi, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufattiru ala rutabat qabla an yusalli. Tha se pejgamberi alayhis salam kur i hike koha iftarit, e preshke iftarin me dëhur më të mira. Para me dëhur më të mira e preshke iftarin, edhe ato ku e preshke
edhe shkejke mu falë. Kështu është më e mira. E preshke edhe shkejke për mu falë. Fe in lem të kundu të bet, falat të marat. Nëse s'kishte në i hurmë të mirë, rutab i thujnë, atër do hurma pak ma dëpta nëse kishte pas, temra i thujnë, qasi e merë, ke? Se unë kam pas të regu që në Medine janë ishine 20 lloje të hurmave. Fa in lem të kun hasawati mimma, e tha e nesi, pejgamberi alayhi as-salatu wasallam, nëse nuk gjoj ka si hurma të mira mja prish, do pak ma të ulta, nëse asa si s'gjoj ke tha, merë ke disa glënka uje. Disa glënka uje edhe e prishke me uj. Këto që përmendja Haxhia. Pra niset prishja e iftarit me hurma, gjesh në hurmat nivelit më të lartë mirë, nëse ju pak më poshtë, nëse ju me ujë, që të është mas mirëti me prish kështu. S'do thonë që ti që ke prish me njëherë me kafshat, jenë gjuna ju, po na po flasmi që është më smiri, me prish, se në është metoda me e mira, me prish agjeruesi agjerimin e ti. Po është interesant që stomaku i njeriut që ka agjeru gjithë ditën. Shkencëtarisht kjo. Pse pejgamberi kur ka punu diçka, kur ka fol diçka, ka fol me shpallje nga ana e Zotit. Edhe në këtë rast, a thu pse zgjedhej pejgamberi me hurma, edhe pse me ujë. Njeriu që agjeron gjithë ditën, shkencëtarisht është vërtetuar se nëse agjeron gjithë ditën, ka nevojë lukthi për pak ëmbëlsi të që nuk i sjell dëm. Se ka mundsi na i valloj trileçe, aja ëmbëlsirë është, po e ka dhe domin me thonë drejtën, ka pak dhe varë sene negative. Ndërsa hurmeja ja sjell lukthit që atë lloj ëmbëlsire që po i duhet, edhe dëm nuk i ban. Ka nevojë lukthi. Pastaj, po pse me ujë? Haxhi, melçia e agjeruesit. Gjatë ton ditës, si ka hi ujë kur gjën në brendësinë e tij, fillon melçia e tij pak mu të kurrë. Mu ngushtu pak, mu forcu pak. E ajo që ngjall melçin, a di cila është? Që ta ngjall melçin, nuk është kafshatët e bukës në fillim. Por është ujë. A përveni urtësin, pse pejgamberi e niske ja me hurme, ja me ujë, ose me hurme dhe me ujë. Po, ose me hurme dhe me ujë, ja niske që edhe ja dhon ke stomakut ato që duhet pas një mungese gjatë këtë ditës së agjerimit, edhe ja dhon ke melçis pjesën çka ju dashke. Pastaj, prej sunetit që një numër i madh e kanë harruar, thonë drejtën, prej sunetit tjetër të agjeruesit është, fillimisht gjatë ton ditën e ki hapësiren, që na pas përmendën në altë, e ki hapësiren mundësin rastin e volitshëm që ti me bodo gjatë ton ditës. Që është na pa thonë pejgamberi alayhi as-salatu wasallam që prej doave, prej personave që nuk i refuzohet doaja, prej treve, cili pa të qenë, në altë, ka qenë edhe agjeruesi. Këna thonë kështu? Pra agjeruesi ti pranon doaja, por është henezë një rast edhe ma e volitshme se kjo, cili momentit kur han iftar, në qatu momente me bodo o. Në qatu momente me bodo o është rast henez ma i volitshëm, për mu të pranu doja. Fillimisht, gjatë ton ditës, si agjerues, doja është rast për mu të pranu. Por, momentet kur niset iftari, ose pak para se mu nis iftari, ose tu e prish sa ta presh shpak një tru, me hurma dhe ujë, sa ta presh një tru, mja nis edhe me bon doa, me thonë, dhahaba dham'u, wa betalat al-uruqu, wa thabata ajru Allahi insha Allah. Pej doave është, shkaj etja, uria mu largu, mbëshën damart e mi, mbëshën damart e mi, dhe shpresaj që shpërblimi i Allahut mu shënum të aj. Mushi me mësu arabisht i 4-5 fjali konkret, i shko mirë. Mushi me mësu, kjo është prej doave. Po kjo është prej doave e veçan, por si rast është, këtu e ka përmen, si loj doje çfarë me bon. Por është edhe rast në momente të hongër iftar, ose të e prit iftari, për shembull,
kenar kënë mejtë edhe pak minuta, mja nis iftarit, në qëta pak minuta, së e hargjen kohën tënde, të këshy nëj serial të padobishëm fare, ose hum kohën për shembull të bon laf të padobishëm fare, ose e hum lafin me najt zez, të bon naj përgojem, ose ndërsa ma e mirë është në qëtë raste, lej lafet krejt. Është rast kur pranohet duaja, edhe janis, ndash që e këqysh dush, ndash që ti du banja durve kështu, ndash që gjishtit banja qështu, ndash heq që edhe pas njonën ban lejuhet duaja qësh dush, edhe janis, o zët, kam nevoj për të falim, o zët. O zët, këshëbe bama dëshuj gjatë ti mujt të bohuna, ata dë këtë të milioner bona. Kanë qepë që ato të bona milioner, po ani, qka ti vjen, qka sështë ndaluar, s'ka problem, edhe anis, ma mirë që kjo, se edhe qove një këshill pejgamberit në vend, edhe ke shfrytzu rastin e mirë të vëleqen për mu të pranu duaja, 2 fesh haxhi. Nëni është si agjerus gjatë ton ditës, edhe e dyta në momentet, para iftarit është rasti 2, dhe më e 2 fishuar mundësia për mu të pranu duaja. Kështu që, a ma mirë që shtë, a mja nisë të me këshy në isen që shë përmenda që nuk sjell dobi, veç sjell dam. Në isen që veç sjell dam, si ku që disa i këshyri së për përmeni me emna këtë, se tani, pastaj, prej suneteve, prej të mirave, gjatë mujtë Ramazanit, është bujaria me qenë, mu të ushtu bujaria, dordhënja që e kena përmend, por një herit mu mirë me Kur'an, mu mirë me lezimin dhe mësimin dhe studimin e Kur'anit. Jo pse lezimi i Kur'anit duhet e rëmbullaksuar është veç gjatë mujtë Ramazanit, edhe pastaj mu Kur'anit, mja qitë një kapokin rëk, mete ku mete që ato të e lezu gjatë këti mujtë. Që ato këtë meti, marë nështë ta ka vetë në gjysë të foqës, ti e ke leon në gjysë të foqës, që ato në gjysë të foqës, e len, ja qëtë një farë penjë që e kanë të koronat të din, ja qëtë penjë, e bashkën kapokin, tash e një vjetë, aj Kur'ani personit mos më qelë, që shtu nuk dënë të thëtë, kjo që na pse pa e përmendmi gjatë mujtë Ramazanit, mu mirë ma shumë me Kur'an. Kjo zdo të që ta nevi gjatë mujtë të tjetë le mshele Kur'ani. Ju, Kur'ani është liber që dënë vazhdimisht mësim prej ti, vazhdimisht dënë studim Kur'ani. Kjo është një prej shkallqeve, ose prej arsyeve të dëpsis në ashtë atë umetit, Islam, se e lojnë Kur'anin, liber i Zotit po, ka zbrit për Zotit, liber i shajt krejt, por kjo, që më ndëni? A më ndëni që Zotit këtë Kur'an e ka zbrit veç me lona në për rafta? Më ndëni që shtu dikush? Kella, kurse si? Zotë e ka zbrit të Kur'an për ta lezuar, për ta mësuar, për ta studiuar dhe për ta praktikuar. A nëse bëhet qëtu me Kur'anin, kini me vrejtë që për pak vite, umeti Islam në lindje më perëndim ka me ndryshu pozitiv. Ka shumë njerëz sotit që ditën, kur i themi që kjo është në Kur'an, ku mërë thët ka në Kur'an? Ku mërë që është në Kur'an kështu? A pas ka thonë Zoti që shtu, a? E një roti ka bon bakia 60, jo, që këta, alhamdulillah, këta haqilet janë ndrysh, edhe këta, vetëm se ka 60, jo me shfletu komplet Koranin, një herë bili, jo, po zdi a ka kopë ndurë në herë të Koran. Zdi a ka kopë ndurë në herë. Ndërsa po të këthejmin tim, është muji i Ramazanit, është muji që preferuhet sënet, me ju referu dhe me ju këthy Kur'anit. Këtë e forcon hadithi që sjellë edhe Buhariu, edhe Muslimi. Se tha se hadithi vike për Ibn Abbasit, djallit migjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha se pejgamberi asëm ka qenë njeriu më bujari i njerëzve krejtve. Njeri bujar ka qenë pejgamberi asëm. S'ka qenë i shtrënguar, s'ka qenë kopratës, por ka qenë bujar. Por tha, pejgamberi a.s. mas shumë të i ushtoj ke henez bujaria në Ramazan. Pse? Në Ramazan i ushtoj ke bujaria se i vike muj Ramazanit e ne, edhe i vike Gjibrili për çdo natë, pejgamberit. I vike për çdo natë. E çka bajke Gjibrili me pejgamberin ato për çdo natë? Ha, bërë? A çka bajke? Për çdo natë vike Gjibrili,
edhe ulshin me pejgamberin pra njëri tjetrit, edhe i thujke atë lexaje, ja korrigjojke, ja rregullojke Kur'anin, edhe i ja shpjegojke ndaj pjesë. Për këta nuk ndodh se me thonë pejgamberi s'ka ditë çka është në Kur'an. Kjo është marrëzi me thonë kështu. E ka ditë komplet, e ka ditë se çka po e flet Zoti me këtë ajet, çka ka për qëllim. Se i vike Xhibrili, për shta pejgamberi ju shtojke bujaria dhe ju shtojke intensiteti i tij në raport me Kur'anin henes më shumë gjatë muajit të Ramazanit. Po pse i vike Xhibrili ankas muajit të Ramazanit për çdo natë? Edhe kjo deri në fund, deri në natën e fundit të Ramazanit, por më na bonive henes shtesë mësim neve se gjatë muajit të Ramazanit kthen ju Kur'anit të paktën nis janë çato mushi me bombeje që s'ka më shumë, shko mirë. Edhe me nisën në muajit të Ramazanit tash Kur'anin, këtë libër të Zotit që e ka zbrit mund këtë muaj. Mja nis me lexu edhe thash më me bombeje Zot besën ta dhon ty se unë s'ka më lshu këtë Kur'an, shumë nashta s'ka më mujt me lexu, por pa lexu diçka ndis s'ka më lë. Edhe shkon shumë mirë që është me vazhdu. Se pejgamberi i erdhi Xhibrili, edhe i jep ke Kur'an, kur i vike Xhibrili jol ke përpara, e ja lexoj ke Kur'anin, e ja përmirësoj ke, e ja shpjegoj ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile ka pas ndodhur që çdo për çdo herë muajit Ramazanit, po në vitin e fundit i pator pejgamberit për çdo ja vajke çdo muaj një përsëritje të plot Kur'anit. Çore, i dërguam hajde kon Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ja vajke Xhibrili. Kjo ajet thoma, ja thëjke, nga ta shpjegajon e Xhibrili, nga ona Zotit, krejt. Mi po çako interesant, në vitin e fundit i pator, hajde në këtë vit e kena 2 herë përsëritje, një vish një herë. Përsa dietarët islam kanë thonë që me lexu Kur'anin, nuk preferohet, në që kanë thonë, nuk preferohet, haxhi, Kur'anin me kompletu me ma pak se 3 ditë. Maksimum me që ngutësh, për ngutna, a më vesh 30, ma pak me se le. Para di që kanë thonë tani? Shtesa? Shtesa kanë thonë, kur vjen muaj Ramazanit, me që është muaj i veçantë muaj Ramazanit, kanë thonë tolerohet, ban, edhe me ma shumë se brenda 3 diteve me kry hatme me bo Kur'anin. Llogarit, me ma pak se 3 ditë. Për këta Imam Shafiu, kur thunë ana, ka thonë Imam Shafiu, edhe në dikush me në që ka thonë Imam Shafiu, një që atë fshatit, në qytetit ose fshatit thjesht në njëri që s'ka një përshkej. Ai, Imam Shafiu, gjatë këtij muajit, për me tregu që muaji Ramazanit, muaji i Kur'anit, i veçantë, e lexojke Kur'anin ka 2 herë në ditë. 2 herë në ditë e bajke hatme. Me bo 2 herë në vjetë ka një herë, bo super. Po me bo njëoni, me bo 2 herë në jetën e ti, shkon ko gjë super apet, po Zoti inshallah na shton vullnetin që gjatë këtij muajit të Ramazanit i kthehemi më shumë librit të tij Kur'anit. Po kështu, na kanë me tani edhe sa të tjera që flasin rreth disa çka pëlqehet në muajin e Ramazanit, lutemi Allah të na falë na mëshirë. Lutemi Allahun azza wa jall që në xhenet me pejgamberin të na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.